Në kuadër të samitit të nivelit të lartë të NATO-s që po zhvillohet në Hag, kryeministri i vendit Edi Rama zhvilloi një takim dypalësh me sekretarin e përgjithshëm të aleancës Mark Rutte. Takimi u zhvillua në një atmosferë të përzemërt dhe sipas kreut të qeverisë shqiptare u shënua nga një interesi drejt për drejt i Rutte për projektet strategjike të Shqipërisë, në veçantë portin e ri në Durrës. Përmes një postimi në rrjetet sociale ku ndau dhe disa foto nga takimi, Rama deklaroi se NATO do të angazhohet zyrtarisht në terminalin ushtarak të këtij porti, i cili do të ketë dy funksione, atë civil dhe atë ushtarak. Samiti i NATO-s kënaqësi të takojë sekretarin e përgjithshëm të NATO-s dhe mikun e çmuar Mark Rutte, me të cilën folën për angazhimet e samitit Ballkanit Perëndimor, investimin mallor për portin e ri të Durrësit, ku NATO do të angazhohet në terminalin ushtarak, e po ashtu edhe për përgatitjet e samitit 2027 në Tiranë, shkroi kryeministri Edi Rama. Ndërtimi i portit të ri në Durrës konsiderohet një projekt transformues për infrastrukturën strategjike të Shqipërisë, jo vetëm në aspektin ekonomik, por edhe atë të sigurisë kombëtare dhe rajonale. Përfshirja e NATO-s në këtë projekt rrit rolin e Shqipërisë në kuadër të aleancës dhe forcon praninë ushtarake në rajon. Rama ka theksuar më herët se porti i ri nuk do të jetë thjesht një hapësirë tregtare, por edhe një pikë kyçe për logjistikën ushtarake të NATO-s në mesdheun lindor dhe Ballkanit Perëndimor, ndërkohë samiti i Hagës vjen në një moment kritik në sigurinë globale, teksa aleatët po diskutojnë mbi rritjen e shpenzimeve të mbrojtjes me objektivin e ri të propozuar për të rritur nivelin 5% të prodhimit të brendshëm bruto, ku Shqipëria ka deklaruar zyrtarisht përputhjen me këtë standard. Në samit janë të pranishëm edhe lider të rëndësishëm të vendeve anëtare, përfshirë presidentin e SBA-s, përfaqësuesit më të lartë të Bashkimit Evropian dhe presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelensky.